forcat serbe. Ju atje jemi taku në shtëpinë e komandant Surkut, Dajs Elmi, kemi hëngër drekën edhe kemi vazhdu, kemi dalë në atë pjesën nga Vasileva, kemi përdorë armët e juva, po ishte një diçka shumë interesante sepse ata, do më thonë, u entuziasmuan shumë. Sot i kemi në profesor, disa nga ata janë profesor të universitetit, që ende sot e bojnë punën shumë me nder. Më pastaj nga Korotica, vazhduam rrugën për në Shal, atje ishte një sakrificë si të kalojmë rrugën Prishtinë-Pej. Ishte problemi tek ju ishit edhe i plagosur rënd, edhe kemi kalu në rrugën tjetër, thash edhe një herë ka kemi ecë me vetur, unë e kam pas më lehtë sepse e kam pas timonin dorë, ndërsa ju keni dalë edhe e keni shty veturën. Unë përdu m'jam të regu pjesën tjetër, pas luftës kur jam taku, edhe profesori, edhe një mik tjetër, që kena mik të përbashkë, të du të kanë menu që unë jam vra. Po. Edhe më shohin mas luftës gjallë. Po, kjo ka qenë kur kemi dëgju që i Evron ka qenë një mërzije e pamos për neve, sepse ne gjumin e bëm në shtëpinë e juve, ku natë erdhen shumë ushtarë të ushtrisë çlirimtare, biseduam deri vonë, na treguat, dhe më thonë, atë trimërin, them, jo trimërin e jashtme, po trimërin që i keshin ushtarët e UÇK-s në zemrën e vetë. Dhe më thonë edhe kjo ka bo që ata, thash, në zanë që kanë qenë shkollën të mesme, thash edhe njëherë, sot janë figura edhe publike, edhe dhe më thonë, kanë marrë një zemër të madhe dhe kur jemi kthy këtu e kanë vazhdu punën, sepse njëjtën gjë bëjke edhe puna dhe këtu pari.